Mbledhjen e thirrën vetë për media, por vetë deshtën ta shpërfillin atë. Zyrtarë të zyrës së rregullatorit për energji me dojë mos dëshironin të bisedonin vetëm me gazetar dhe pa kamera, duke i rezistuar kështu regjistrimit pamor dhe zënor. Ka pajtim me u xhiru e as më publiku asnjë për çka po diskutohen as tash. Domethënë kjo është diçka që është ndaluar me ligj. Por mediat me këmbgulje sfiduan këta zyrtar të ZRE-s duke kërkuar nga këta të fundit që të jenë transparent me opinionin publik. Pas rreth 40 minutave diskutim, drejtori menaxhues në zyrën e rregullatorit të energjisë Petrit Pepaj u pajtua që takimi të mbahet në praninë e kamerave. Ai ndërkaq theksoi se vendimi për rritje të çmimit të energjisë për 15% pritet të votohet me 11 prill dhe do të hyjë në fuqi nga 1 maji. Vendimi i cili do të pritet më marrë me 11 këtij muaji do të hyjë në fuqi prej datës 1 maj. Vendimi për shtrenjtimin e energjisë elektrike është duke u kundërshtuar në masë të madhe tash e më shumë se 2 muaj nga qytetarët, bizneset, organizata jo qeveritare, si dhe nga vetë presidentja e vendit Vjosa Osmani. Madje në shenjë pakënaqësie u organizuan edhe protesta. Qytetarët vazhdojnë të jenë të prerë se do të vazhdojnë të ngrisin zërin e tyre kundër këtij shtrenjtimi, që sipas tyre do t'i gjunjëzojë ata. Borra shumë e ranë, unë mas pas mive përvalu me 120 euro. Kam edhe ma shumë me dru, punaj po shumë rryma është shumë katastrofë. Rryma u shtrejtu 4-5 herë deri më tash. Kjo është e tepër po. Po i valloj borra është për neve bëllë, se na myten me që të shtrejtime, po që kena me bo. Sipas zyrës së rregullatorit për energji, arsyeja kryesore e propozimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike prej 15% është për shkak të rritjes së çmimit në bursa dhe nuk ka ndonjë arsye tjetër. Por sipas ekspertëve të ekonomisë, ky shtrenjtim do të zbrazë në masë të madhe xhepin e qytetarëve. Rritja e energjisë elektrike për 15% e paralajmëruar nga ZRE-ja nuk është asgjë më shumë se sa rritja e kostove të xhepit dhe rritja e shportës së konsumit për qytetarin, dhe njëkohësisht rritja e varfërisë për pjesën e kostës realisht apo qytetarëve, po jo dhe për kostën politike, sepse ne nuk kemi një burg shtetas që i thot kompanisë turke uli fitimet, po ne kemi një burg shtetas që i thot qytetarit paguaj edhe nga varfëria. Ky efekt është tepër zënxhiror dhe sigurisht që ka më ndikuar në gjitha hallkat e jetës, duke filluar prej biznesit që cekëm deri te konsumatori i fundit, e që barrën kryesore të këtyre ndryshimeve do ta ketë konsumatori kosovar. Sipas llogaritjeve minimale që mund të ketë, duke u bazuar në numrin e konsumatorëve, atëherë dikon rreth parafërsisht 50 milionë euro do të jetë kosto më e madhe konsumatorëve kosovar nga ky shtrajtim. Deri më tash në adresë të ZRE-s kanë arritur afro 400 ankesa nga qytetarët. Ndërkaq aktivistët e grupit Asnjë cent më shumë protestën e radhës e kanë paralajmëruar më 11 prill, në ditën kur zyra e rregullatorit të energjisë pritet të marrë vendim për rritjen e çmimit të energjisë për 15%.